ton me Flori, avion plot me arë po ikin drejt Amerikës, që nga Zvicra, nga Rumania, nga Anglia, nga vendet e tjera të Evropës po shkojnë drejt Amerikës. Çfarë po ndodh? Për ditë. Por çfarë po ndodh? Kur para disa javësh kisha bërë një video për sa i përket pikërisht pra një kompanie të madhe që po blen pafund Flori. Pra po blen Flori, ka investuar miliarda në Flori, e keni këtë video, dhe askush nuk e di se çfarë po ndodh. Duhet të dini që pikërisht në Amerikë ndodhet Wall Street, pra zemra e financës. Kush është rastisht do t'i lutesh aty bëj like faqes nëse nuk e ka brende, që të shihemi sërish dhe ta diskutojmë. Janë thjesht ulumtime, diskutime të përbashkëta për të kuptuar botën ku jetojmë, çfarë bëhet dhe të dimë se si do sillemi. Kur u fut në presidencë, Donald Trump tha një fjalë që i ka shpëtuar ndonjërit ndoshta. Ai tha një fjalë të madhe që ishte le të themi një form kodi, si mund të quhet. Një erë e re e floririt dhe e dollarit po vjen. Po. Erë e re e floririt dhe dollarit. Tani, duke filluar nga sot, do t'ju them diçka. A i keni dëgjuar atë formën e re të resetit të dollarit? E keni dëgjuar? Pra, dikush tregon që po bëhet një reset i dollarit. Ka disa javë kjo gjë, e kisha parë disa herë, por doja që ta lidhja dhe studiova shumë që ta kuptoja se çfarë po ndodhte. Reseti i dollarit është si ka ndodhur në vitin 1933. Dhe ishte kombinimi mes arit dhe dollarit. Po, duke ndaluar lëvizjen e arit, Roosevelt, në vitin 1930 ca, mos gaboj, ai bëri që dollarit kishte vlerë dhe anasjelltas bëri që dollari që të humbiste vlerën. Sepse mënyrën se si nuk jam financier dhe nuk di se si aktualisht e bëri, sinqerisht këtë nuk e di, të më falni, por bëri që valuta të konsideroj më shumë. Dhe nga ai moment mori vrull të madh Amerika. Pra me të ardhur financiare që tërhoqi nga të gjitha shtetet e tjera. Dhe mendohet që e njëjta gjë po ndodh edhe me Floririn që po ndodh tani. Pra Floriri po mblidhet nga të gjitha shtetet dhe po futet në për avion. Këtë ja u them është e sigurt sepse u informova edhe me një mikun tim që merret pikërisht me këtë, pra me shitje blerje. Dhe tha që është e vërtet. Pra avion të tërë, sepse avioni është i rëndë, nuk është se mund të transportohet shumë, pastaj janë të detyruar që ta bëjnë pjesë, mos ta bëjnë transportin me shuma të mëdha. Dhe tregohet që e vën në një bazë ushtarake, një pjesë të tij e vën në një bazë ushtarake në Amerikë. Tani pyetja është pse po mblidhet gjithë ky Flori? Pra çfarë po ndodh? Siç u pata thënë, para në vitet 1970 në Japoni ndodhi një gjë e tillë, parafërsisht, por edhe në vitet 1990 në Amerikë pothuaj kështu. Pra në këto faza kur ka lëvizje të mëdha të Floririt, tregohet që fshihet diçka. Pra fshihen disa lëvizje të mëdha. Bile, do t'ju them. Dje ishte një mbledhje e posaçme që më në fund u vendos për traktatin pandemik. Nuk e di e pat apo jo. Traktati pandemik është një traktat që e firmosën 124 shtetet botës. Disa nuk e firmosën, si për shembull Rusia, Italia, Polonia e disa vende tjera. Dhe ky traktat vendos vet tani, me një fjalë OSHE-ja, vendosin ata, ti firmose dhe ata vendosin çfarë do bëhet, sa para do investosh, nëse ka një pandemi, ata e vendosin vet, ti nuk mund të bësh dot asgjë. Nëse ti ke specialist, nuk janë aq të mirë sa ata specialistët që kanë ata, etj. Dhe kjo padyshim do bëj që të rritet buxheti i tyre, sepse buxheti, nëse ata do kërkojnë të ardha financiare, je i detyruar që t'i japësh, dhe buxheti financiar i tyre rritet. Mirë po, doja t'ju thoshe që, sidoqoftë, OSHE-ja
nga osheja u tërhoq Trumpi, pra Amerika u tërhoq dhe s'kishin të ardhur financiare. Pra një lëvizje e tillë, duke mbledhur të gjitha shtetet e botës që pranojnë të marrin pjesë në një traktat të tillë, i rrit vlerën organizatës, ja rrit të jetë vlerën, sepse të ardhurët financiare e rritin jashtëmase vlerën e organizatës. Dhe kjo është një lëvizje që ndoshta është menduar prej vitesh, sepse ka vite që mendoj për këtë, por këtu hyn në mes për shembull të gjitha shoqëritë e mëdha që krijojnë ilaçe, sepse ato tani do marrin të gjitha datat tona, çfarë janë, me fjalë grupin e gjakut, çfarë date ke lindur, ADN-ja jote, çdo gjë. Sepse ata duhen që të bëjnë teste tani, duhet të bëjnë teste dhe ti je i detyruar që t'ia japësh. Ti dashje apo pa dashje, ti do t'ia japësh, sepse do ja japësh shtetit, shteti do ja jap atyre. Tani, shpresojmë në ditë të bukura, sepse unë shpresoj, sepse thuhet që kohë të vështira do vinë, bile edhe për këtë vit, të paktën kështu flitet, dhe shpresoj mos jetë kështu. Por shpresoj që ajo 2/3 që thuhet të mbijetoj. Tani, një lëvizje e tillë, thash, do krijoj një buxhet financiar të rëndësishëm për sa i përket organizatës. Dhe e njëjta gjë ndodhet me Floridin. Pra ja u mora si shembull këtë, edhe për t'ja u dhënë si lajm, sepse në qoftë se tani mblidhet gjithë Floridi, sepse ju duhet ta dini që Floridi është gjithmonë në rritje, nuk është kurrë në ulje, por gjithmonë në rritje. Kush e ka në dorë paraja, valuta, pra monedha, nuk ka vlerë sa Floridi. Floridi është gjithmonë në rritje dhe është baza. Të gjitha shtetet kanë Flori, pra në rast të rreziku. Dhe në qoftë se vlera e tij, shuma njëkohësisht, pesha, shuma, pra kuantiteti, si mund të quhet, shuma, sa më shumë të kesh Flori, aq më shumë ka dhe vlerë ai vend. Pra, për atë resetin e madh që flitet, pra resetin e dollarit, ndoshta mund të jetë kjo arsyeja që duke mbledhur tani Floridin rrit vlerën e dollarit, nuk e di. E rëndësishme është që të gjitha shtetet e mëdha, këtej nga ana tjetër, ja ngritën alarmin, pra për sa i përket Rusisë, Kinës e tjerë, sepse Kina për shembull është një nga shtetet më të mëdha në botë të prodhimit të arit. Dhe ata janë më vete tani, është Brexit, që se keni dëgjuar, si ja kam thënë në një videot e mëparshme, Rusia, Kina, disa vende të Afrikës dhe disa vende të Amerikës Latine, si Argentina e tjerë. Pra, të gjitha këto shtete janë mbledhur të gjitha bashkë dhe kanë krijuar një rentëri botërore që quhet Brexit. Dhe këta i kanë dhënë alarmin tani sepse duan që mos të shitet Floridi që ta marrë dikush tjetër. Mirë po, nëse janë vënë në funksion këto leva të mëdha që të shkoj Floridi drejt Amerikës, është pak e vështirë tani që të ndalet, sepse janë bërë marrëveshje. Kështu që këta avion, e sigurt kjo, këta avion që po ikin çdo ditë nga Evropa drejt Amerikës me Flori, unë mendoj që diçka e madhe po ndodh dhe nuk na i thot askush. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni ju për këtë argument, sepse është kompleks, por të paktën duhet të kuptojmë, sepse jetojmë në këtë botë, në këtë planet. Kështu që çdo gjë që ndodh atje jashtë na prek dhe të paktën të jemi të informuar, kjo është e rëndësishme. Kështu që kush është rastësisht, si gjithmonë, nëse nuk e ka bërë ende like kësaj faqe, ti bëj like faqes dhe të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Hajde, punë të mbarë sot.